Mos dërgimi i projektligjit për FSK nga qeveria e Kosovës në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, në mënyrë që të hartohet legjislatura nevojshme për shndrim të FSK-s në forcat e armatosura, ka bërë që antarët e këtij komisioni të kritikojnë ashpër ekzekutivin. Deputeti Recep Selimi tha se qeveria nuk po i lë ata të punojnë. Komisioni ka mundur të bëjë më shumë edhe në hartimin e legjislaturës nevojshme sa përket edhe ndryshimit e misionit të FSK-s në forcat armatosura, qoftë me ndryshime kushtetuese, qoftë me disa propozime që ka pas edhe Ministria e Forcave Sigurisë për ta begatuar ose për ta shtuar infrastrukturën, për ta bërë më të përshtatshëm për funksionimin e FSK-s sot. Ke bie që qeveria na ka lënë nëse s'kemi punu na si komision, jo pse s'kemi qenë të gatshëm, por qeveria na ka lënë pa punë. Sepse ju e thatë vetë, asnjë projekt ligj nuk është proceduar gjatë këtij sesioni në komisionin. Ndërsa zëvendës kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme Fadil Demaku lavdërua se ky komision kreu punën 100%, ndërsa çështja e FSK-s sipas tij ka të bëjë kryekëput me politikbërjen në vend. Na të gjithë e dimë se tani kjo është një çështje jo e një komisioni parlamentar, është çështje në nivel vendi, në aspektin e politikbërjes së vendit, është çështje jetike, është çështje nga më të rëndësishmet që është duke prit. Nureddin Ibishi tha se projektligji për FSK-n ka ngjecje pasi që duhet bindet lista serbe që të votojë atë, si pasojë e trysnisë së Beogradit. Projektligji për FSK-n që mendoj se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, po i dim problemet me ngjecje me një formë bindjen e listës serbe që të votojë atë edhe trusni nga Beogradi. Veç kësaj, në këtë mbledhje kishte thirrje edhe për kthim të anëtarëve të tjerë të opozitës në komision. Dëshiroja shumë që në pjesën e dytë të vitit të na bashkangjiten edhe kolegë tjerë të opozitës, sepse dashëm apo nuk dashëm mungesa e tyre vërtet e krijon një handicap, sepse sa më shumë ballafaqim mendimeve dhe thjesht sa më shumë prezencë e tyre do të jetë komisioni më kompakt dhe më thjesht më efektiv. Gjatë diskutimit për punën 6 mujore të Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, u vu në pa dhe nevoja e pensionimit të parakohshëm të pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Të financave